planet e masave. Hetimore, patjetër. Po kjo Rasia Karamuça po shkot Rasi. Fatkeqësisht kjo, që është një njëti polic që qëllon dy ngjarje. Deklarat si ka qelluar, po unë s'di pse s'ka masë ky njeri, nuk e kuptoj dot. Pse është lënë detyrë? Normalisht kur ke një mas, minimalisht pezullohet. Ose lëviz nga detyra. Megjithatë, punë e tij, po pra, në momentin personi që i ka dhënë celularin, pra normalisht duhet të ishte masa e tij. Mund të jetë në dimërojën e vet personit, nëse ky ka bërë detyrën aty, mos i hym tani të merren me gjëra tjera. Ama nëse zbulohet që ky nesër ose edhe të tjerë të grupit kanë qenë bashkëpunëtorë. Unë transferoj në detyrë në një pozicion tjetër. Është fende fazet timore. Nëse për shkak të ngjarjes parë, po thoni, duhet të ishte transferuar çfarë kanë vepruar. Për shkak minimalisht. Ndoshta nuk ka vendim për ta posituar. Kjo ngjarje do nxjerr në skenë edhe shumë ka qenë çmimin tënd, por nuk ke një detyrim. Po unë marr masat e mia. Unë marr masat e mia. Po si administrator ti merr masat, tu nuk e vërtet më këtu do shkosh ku diun. Po ka pozicione të cilat një pozicion paralel përfshin drejt për drejt me menagjimin e shoqërimit të burgosit. Do shkosh te ai që si thon, do ulesh te tavolina, do mbash letra. Po pra, të regjistrimi takimit. Ky është rasti i dytë, ne kemi pasur dënime te e Tiranës. Shumë vite përpara. Po. Aratis Durda. Aratis nga dhoma, doli poshtë, në Tarac, zbriti në parkim dhe ajo është u larguar. Ishte njëta skem. Mo, po çfarë viti po flasim? Por nuk ishin në njëjtat kushte. 99-2000. Pra, për sa vite përpara, po flasim për 27 vite përpara. E përmend si rast që është ndjekur te njëjta skem. Dakor, apo një mirë, po kanë kaluar shumë vite pra. Unë duhet të flas me atë çka kam kaluar. Çka duhet kishim ndryshuar dhe ne. Ndryshe ikin vitet, po metodat unë kam bërë metodat e për të ikur po duhet sofistikuar. Unë në momentin që më është referuar për ta dërguar një të burgosur të rrezikshmërisë lart, po flasim. Jo ai që kthehet nga leja, edhe smuret e do ta çosh, ai nuk ikën më. Por kur janë me rrezikshmë të lart, unë bëj rikondicion të ambientit spitalor. Dhe unë kam refuzuar raste ku për rregullimin me stomatologun, kam refuzuar ta çoj tek ai tjetër. Dhe i kam thënë, duhet marrësh masa të gjesh një objekt i cili më krijon hapësira dhe mundësi për të garantuar siguri. Dhe ti nuk mund ta bësh të ndërhyrje atje. E ke bërë si drejtor. Po. Po prit. Përpara ca ditësh, e njëjta situatë ka ndodhur në burgun e Reçit të Shkodër. Po. Ku një personazh më i rrezikshëm se ky ka dashur të shkojë në spital. Grupi i shoqërimit ose më mirë drejtuesi i grupit shoqërimit ka thënë me kaq veta sa kam unë nuk e shoqëroj, nuk marr garanci të shoqëroj. I është propozuar masë disiplinore, pse se çon. Dhe tani është anulluar masën drejtorit të përgjithshme. Se kishin thënë do t'i vëmë masë se ky nuk zbaton urdhrin. Ai thotë nuk ka garanci ta çojmë, se ti ikën ai. Kjo është vizion pastaj. Po pra. Ky vizioni. Ktu ka probleme tani. Jo, ka probleme ku? Në analizën e riskut që ti bën. Çfarë profesion ky njeri, çka ka jashtë, kush e pret atje etj, ku janë godinat, a janë të sigurta, sa ke etj, rruga automobilistike, njoftimi policisë, dapi ky ai, janë shumë gjëra, nuk bëhet kështu. Po këta më duket se e kanë bërë hajde me kokë të vet. Palerm rrugë të lartë, edhe tani urdhosë ç'bë. Dhe në masa duhet kesh punonjës policie për të lënë nëse objekti ka dritare. Pavarësisht kate, 1 apo 2 apo 3 kate. Ti jashtë objektit duhet lësh në drejtim të dhomës duhet lësh një punonjës policie. Nëse transferohet për banjo, ti e transferon nëse ka dritare banjo, sepse ti ke sistem komunikimi. Unë nuk e di se sa ka funksionuar. Nëpërmjet sistemit komunikimit, filani objekti do të lëvizë nga pika A në pikën B, siç i kanë pikat ato, dhe ti e transferon pjesën e sigurisë në atë vend ku ke nevojë. Merren masa për të patur 2 persona të cilët do shoqërojnë, njëri e prangos në dorën e tij, pra njëri është i prangosur bashkë me të, tjetri është shoqërues dhe pjesa tjetër që merr masa për të bllokuar korridoret. Dhe për të kryer një shoqërim tillë, absolutisht duhen mbi 9 punonjës policie. Atëherë po e pyes drejt për drejt. Të katërve, mendoni me kaq sa shikoni që këtu nuk bëhet fjalë thjesht për gabim apo themi neglizhencë, po bëhet fjalë për bashkëpunim? Tani, unë them tani është thyrje flagrante e rregullave të sigurisë. Është thyrje, deri tani jemi te thyrje e rregullave. Pastaj me hetimet në vazhdim do të shikojmë se çfarë do dalë. Që mos fillojmë të paragjykojmë që tani edhe ta mendojmë. Jo, e di pse i rënduar më shumë ata se sa vetë ngjarjet. E di pse e them këtë sepse këtu dalim me ta ideja, domethënë nuk e di forma e sa paguhen këta punonjësit e policë burgjeve. Këtu pastaj. Më shumë se policia. Janë në njëjtin kategori, por ka një se kanë pavarësi më shumë paguhen më shumë se policia. Po mund të paguhen më shumë, po nuk e di sa mund të jetë diferenca, është e papërfillshme në krahasim me atë. Por po, patjetër. Unë e kam ngritur zërin. E di pse dalin, se pastaj
këta çunat e Dubait që arratisën, këta nuk është se janë keq me lekët, a? Dhe pastaj dalim te ajo masa sa do ndëshkohem unë nëse unë institucionet Dubai. ë? Se janë më në Dubai. Pra pikën ata, e gjen rrugën prap, e gjen rrugën prap. Çunat e Dubait blen dhe gjithë burgun, por shteti ka mekanizma. Se po t'ja lësh në dorën atyre, ata e blen gjithë burgun. Se i kanë aq para për ta blerë edhe burgun. Por shteti ka mekanizma. Shteti ka sigurinë aty, ka SHKB-n, ka policinë e shtetit, ka drejtorinë e përgjithshme. Po këtu s'ka funksionuar asgjë. Atëherë ato sepse shiko çka kanë ndodhur, tu kanë ndodhur nëse jemi në këto kushte, në këto fakte, këto më mirë ta kishin nxjerrë ti kishin hap derën, se një lloj kanë akuzën. Po ja një sekond, se ju thoni funksionon. Ai ka për detyrë të njoftoj SHKB-n. Ai ka për detyrë të njoftoj drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Ai ka për detyrë edhe SHKB-n duhet ta njoftojë. Ai ka për detyrë të njoftojë policinë. Policia duhet vijë dera. Po se ka bërë pra as policinë. Pra si atëherë po ky nëse jemi këto kushte më mirë hapi derën e thuj dim. Pra dalin te mekanizmi, ka diçka që s'funksionon në këtë mekanizëm. Mekanizmi është i ka parashikuar rregullat shumë. Po nëse ai nuk e njofton? Qofse ka. Ndaj është përdorimi i detyrë. Kjo është bashkëpunim. Qofse si aprovon. Kjo është bashkëpunim, vjen keq, kjo është përdorim detyrë nuk është. Kjo nuk është se ka pas menin. Fillon pastaj dhe lidhet me ata të tjerët jashtë që e pres. Aty fillon bashkëpunim. Apo se çdo gjë është organizuar apo? Çdo gjë ata që e presin. Do shikohen celularët e këtyre, komunikimet, gjërat e tjera të qelizat ku kanë qenë me ku kanë qenë. Mirë menduar dhe mirë organizuar. Deri tani nuk kemi. Deri tani në këtë fazë. Deri tani jemi shpërdorim. Do të fillosh nga më e lehta deri tek më rënda, pastaj që mund të jetë bashkëpunim. Do të për shpërdorim. Pastaj del një pjesë tjetër. Ikë shpërdorimi vazhdon me gjithë tjetër. Mirë, po kush ka nevojë, falë se nisa për ta thënë, ka nevojë që gjithë sistemi penitenciar duhet të rishikuar.